E ardhmja Steven Shpendit vazhdon të mbetet e hapur në këtë merkato vere, megjithatë në shtator mund të bëhet realitet ëndra e tij. Sulmuesi shqiptar Ian Pulit po monitorohet nga disa skuadra italiane, ndërsa pista që du të çonte te Padova është ftohur ndjeshëm. Kjo ka bërë që klubet e tjera të futen në garë për 22 vjeçarin, me Frosinone, Avellino dhe Cagliari që kanë shfaqur interes për shërbimet e tij, teksa javët në vazhdim pritet të sjellin zhvillime. Frosinone vazhdon të kërkojë një sulmues për sezonin e ri dhe mes profileve të vlerësuara nga drejtuesit e klubit është dhe Steven Shpendi. Sipas raportimeve nga Italia, interesi verdebluve është konkret pasi sulmuesi i Empolit vlerësohet për cilësitë teknike, potencialin e zhvillimit dhe aftësinë për të luajtur në disa role të repartit ofensiv. Megjithatë, operacioni nuk konsiderohet i lehtë. Mes kërkesave ekonomike të Empolit të ofertës së Frosinones ekziston ende një diferencë dhe negociatat nuk kanë hyrë në fazën vendimtare. Pavarësisht kësaj, kontaktet vazhdojnë dhe situata mbetet për të ndjekur. Avellino. Ndërkohë edhe Avellino ka shfaqur interes për Shpendin, sipas mediave italiane klubi ka kërkuar informacione për sulmuesin shqiptar, duke përfituar dhe nga ngadalësimi i negociatave mes Empolit të Padovës. Kalimi i mundshëm i Shpendit të Padova, që për një periudhë u konsiderua një opsion konkret, ka humbur ritëm dhe aktualisht rrezikon të mos realizohet. Kjo ka hapur derën për skuadrat të tjera që synojnë të përfitojnë nga situata. Cagliari në pritje. Në raportimin e fundit të mediave italiane, emri Shpendit përmendet dhe mes lojtarëve të Empolit që po të rreqin vëmendje në merkato, edhe pse fokusi kryesor i Cagliarit të mbetet mbrojtësi Gabriele Guarino, klubi sarд ka ndjekur me interes dhe situatën e sulmuesit shqiptar. Empoli pritet të jetë një nga skuadrat më aktive në javët e ardhshme pasi disa futbollistë të tij kanë zgjuar interes në treg. Për Shpendin gara mbetet e hapur dhe mbetet për të parë nëse Frosinone, Avellino apo Cagliari do ta konkretizojnë interesimin me një ofertë gjyqtare. Kombëtarja. Ndërkohë zhvillimet pozitive në karrierën e Steven Shpendit po ndiqen nga afër dhe nga kombëtarja shqiptare, Panorama Sport ka mësuar nga burime pranë FSHF-s se sulmuesi është një nga lojtarët që po vëzhgohet me shumë interes nga trajneri Maran, ndërsa një ftesë për grumbullimin e muajit shtator shihet si një mundësi reale. Nëse kjo ndodh, do të ishte hera parë që binjakët Steven dhe Christian Shpendi do të grumbulloheshin së bashku me kombëtaren A, pasi më herët fanellën kuqezi e ka veshur vetëm Christiani. Nedim Bajrami e ka nisur në mënyrën më të mirë fazën përgatitore me Rangers. Mesfushori kombëtarët shqiptarë ishte një nga autorët e golave në ndeshjen miqësore të zhvilluar ndaj Raith Rovers, duke dhënë sinjale pozitive në fillim të përgatitjeve për sezonin e ri. Skuadra e Rangersit arriti të merrte një fitore të thellë me rezultatin 5-1. Trajneri Derek McInnes i dha minuta Bajramit në pjesën e dytë të takimit, ku shqiptari u aktivizuar si zvendësues për të gjetur rrugën e rrjetës duke vulosur paraqitjen pindëse të Rangers në testin e parë të verës. Ndeshja shërbeu kryesisht si një provë për stafin teknik, i cili po vlerëson gjendjen e futbollistëve në ditët e para të fazës përgatitore. Rangers vazhdon të mos e ketë të plot skuadrën pasi disa lojtarë ende nuk janë rikthyer nga pushimet pas angazhimeve në Kupën e Botës 2026, ndërsa drejtuesit po punojnë edhe për afrime të reja në merkato. Sipas mediave skoceze, reparti mes fushës konsiderohet aktualisht zona më e kompletuar e skuadrës së Makines, ku bën pjesë dhe Bajrami, kështu që në merkaton e verës mund të mendohen dhe largime në këtë repart. Erblin Osmani do të nënshkruaj kontratën e parë si profesionist me Bayern Munich. Kozgjatja e saj pritet të jetë 3 vjeçare, ndërsa për Osmanin është moment historik. 17 vjeçari që luan me moshat e Gjermanisë ka debutuar tek ekipi i parë i Bayernit. Pas firmës me bavarezët, do të vazhdojë të stërvitet rregullisht në urdhrat e trajnerit kompani. Po ashtu do të jap kontributin e tij tek ekipi U19. Erblin Osmani pritet të nënshkruaj shumë shpejt kontratën e tij të parë si profesionist me Bayern Munich. Negociatat janë në fazë shumë të avancuar dhe marrëveshja është pranë finalizimit. Kontrata parashikohet të jetë e vlefshme deri në vitin 2029. Mesfushori defensiv 17 vjeçar do të luajë kryesisht me ekipin U19 gjatë sezonit të ri, por gjithashtu do të stërvitet rregullisht me ekipin e parë, shkruan Kerry Hau në Gjermani, por Sky Sport Germany. Kujtojmë se Osmani deri tani është pritur vetëm nga Federata e Futbollit të Kosovës. Mundësia për të luajtur me kombëtaren shqiptare ekziston.
Mirlim Daku ishte një nga protagonistët e stërvitjes së hapur që Rubin Kazan zhvilloi për tifozët me sulmuesi shqiptar që doroi vëmendjen si në fush, ashtu edhe pas përfundimit të seancës. Daku ishte në humor gjatë stërvitjes, duke bërë shaka e duke krijuar një atmosferë pozitive. Një nga momentet më të veçanta u regjistruar në fund të aktivitetit, kur një djalë i vogël, pasi takoi sulmuesen e kombëtarit shqiptare, telefonoi nënën e tij dhe tha me entuziazëm: "Mami, e pe Dakun, është shumë i madh." Duke ju referuar fizikut të 27 vjeçarit, stërvitja e hapur konfirmoi edhe një herë popularitetin që Daku gëzonte tifozët e Rubin Kazanit në prag të sezonit të ri. Sa i përket aspektit sportiv, Daku është një emër i nxehtë në futbollin rus, duke qenë se shpeshherë ka qenë në qendër të merkatos dhe është kërkuar si nga Zeniti, ashtu edhe nga klube të tjera, përfshirë edhe Lokomotivën e Moskës apo edhe klube të tjera nga Gjermania. Ylber Ramadani ka dhënë lëmë të mirë në klubit të Lecces në Serie A dhe është transferuar në Turqi në radhët e klubit të Çorum, i sapo ngjitur në elitën e këtij vendi. Për shumë kënd ky dukej si një hap teoretikut jo dhe aq i rëndësishëm për mesfushorin pasi lindte një kampionat elitar ku kishte një rol protagonisti për të zgjedhur një klub jo të dorës së parë në kampionatin turk, por për Ramadanin kjo është një mundësi e artë për të siguruar fitime maramëndse në krahasim me çfarë ka siguruar deri tani gjatë karrierës së tij. Mediat italiane kanë zbuluar se Ramadani do të përfitojë një rrogë neto për 1.5 milionë eurosh në vit te klubi Çorum, me të cilin ka nënshkruar për 2 vite, me opsion në rinovimin edhe për një të tretë. Kjo është një arritje ndjeshme thuajse dyfishi në krahasim me çfarë përfitonte te Lecce dhe shpjegohet se ka qenë arsyeja kryesore pse Ramadani insistoi te klubi që ta linte të largohej, edhe pse kishte një tjetër vit kontratë me të. Mendon Berisha kaloi një sezon me shumë vështirësi në Serie A pikërisht atëherë kur tukej se mesfushori do të kishte sezonin e jetës dhe konsiderohej si lideri i Lecces, mes dëshirës për rilindje dhe një mundësie të madhe për të treguar vlerat e tij. Berisha shihet si një nga lojtarët më interesantë të Lecces për sezonin 2026-2027. Mesfushori shqiptar ka kaluar 2 vite të vështira për shkak të dëmtimeve muskulore, por cilësitë e tij teknike dhe paraqitjet që ka bërë kur ka qenë në dispozicion kanë bindur klubin italian se ai mund të jetë një nga përforcimet më të rëndësishme të verës. Lecce mund të ketë gjetur përforcimin e parë për sezonin e ri pa pasur nevojë të ndërhyjë në merkato. Emri është ai me Don Berishës, mesfushori shqiptar që tashmë është pjesë e projektit Berdekuq, por që kërkon një rikthim të plot pas një periudhe të komplikuar me dëmtime. Futbollisti 23 vjeçar ka kaluar 2 sezone në elitën italiane ku talenti i tij është shfaqur disa herë, por vazhdimësia ka qenë problemi kryesor. Dëmtimet muskulore kanë penguar të jap maksimumin dhe ta shfaqë potencialin e plot. Megjithatë, kur ka qenë në gjendje optimale, Berisha ka treguar se është një nga lojtarët me më shumë teknik dhe kreativitet në organikën e Lecces. Sezoni i fundit dukej se do të ishte ai i shpërfimit për shqiptarin. Trajneri Eusebio Di Francesco i kishte besuar një rol të rëndësishëm duke i dhënë çelësat e repartit ofensiv dhe duke përdorur shpesh në pozicionet mes fushës dhe sulmit. Berisha e nisi kampionatin me shumë besim duke qenë protagonist me gole dhe asist, por një dëmtim në ndeshjen Lecce-Pisa në dhjetor 2025 ndryshoi gjithçka. Në minutën e 11 asaj sfide mesfushori u detyrua të largohej nga fusha për shkak të një problemi në kofsh. Rikuperimi rezultoi më i gjatë se pritej dhe kur rikthimi duke i pranë, një tjetër dëmtim në muskulin femoral mbylli përfundimisht sezonin e tij. Pavarësisht kësaj, statistikat e tij tregojnë ndikimin që kishte pasur në pak kohë. Në sezonin 2025-2026, Berisha regjistroi 13 paraqitje në Serie A, 12 prej tyre si titullar, duke luajtur 881 minuta dhe i shënoi 2 gole dhe dha 3 asist. Goli i parë në elitën italiane erdhi ndaj Udinezës më 25 tetor 2025, ndërsa një tjetër rrjet shumë e rëndësishme u realizua ndaj Fiorentinës në një fitore që i dha Lecces 3 pikë të çmuara. Gjithashtu ai ishte protagonist të ndeshjes ndaj Bolonjës ku dhuroi asistin për golin e barazimit në fund të takimit, ndërsa ndaj Torinos dha 2 pasime vendimtare për golat e Koulibaly dhe Banda. Por dëmtimet nuk ishin një problem vetëm në sezonin e fundit. Edhe në vitin e parë të tij të plot në Serie A 2024-2025, Berisha pati disa probleme fizike që e kufizuan dhe i luajti 17 ndeshje në kampionat, 7 prej tyre si titullar, duke regjistruar dhe një asist në fitoren ndaj Monzës. Debutimi i tij në Serie A kishte ardhur më 25 shkurt 2024 në ndeshjen Lecce-Inter, kur trajneri Roberto Taversa aktivizoi në minutat e fundit. Më pas ai fitoi më shumë hapësira dhe arriti të luante dhe si titullar ndaj skuadrave të mëdha si Atalanta dhe Napoli.
Rruga e Berishës te Lecce nisi në shkurtin e vitit 2022, kur klubi italian e transferoi nga Young Boys dhe e përfshiju fillimisht në ekipin Primavera. Aty shqiptari u rrit me shpejtësi dhe u bë një nga protagonistët kryesor të skuadrës që fitoi titullin kampion të Italisë për të rinj në sezonin 2022-2023. Në atë edicion Berisha zhvilloi 34 ndeshje, shënoi 8 gola dhe dha 4 asist, duke bindur klubin se kishte përpara një lojtar me potencial për ekipin e parë. Performancat e tij i hapun gjithashtu derën kombëtarëve shqiptare, ku ai tashmë është pjesë e grupit të lojtarëve të përzgjedhur. Largimi i Ylber Ramadani gjatë kësaj vere ka krijuar një boshllëk në mesfushën e Lecces, por njëkohësisht ka hapur mundësi të reja për lojtarët që janë aktualisht në skuadër. Trajneri Di Francesco do të vlerësojë gjatë fazës përgatitore alternativa që ka në dispozicion dhe Berisha është një nga emrat që pritet të marrë një rol të rëndësishëm. Nëse arrin të lërë pas problemet fizike dhe të jetë disponueshëm gjatë gjithë sezonit, Berisha mund të kthehet në një nga lojtarët më të rëndësishëm të Lecces. Klubi italian shpreson që sezoni 2026-2027 të jetë viti i rikthimit të tij të madh. Edhe vetë futbollisti kërkon të tregojë se dëmtimet janë vetëm një kapitull i kaluar, dhe se ai ka ende shumë për të dhënë në Serie A dhe me fanellën e kombëtarëve shqiptare. Akordi është arritur me Caglierin. Atalanta transferon Gianluca Gaetanon për 12 milionë euro dhe 2 milionë të tjera që do të përfshihen në bonuse. Largimi i mësueshorit nga Cagliari bën që emri Christian Aslani të qarkullojë sërish. Ky fundit shikohet si alternativë për të zvendësuar pikërisht Gaetanon. Atalanta kërkonte 18 milionë euro për Gaetanon, por klubi tjetër i Serie A doli ta mbyllë me sukses negociatën. Ky është dhe transferimi i parë i merkatos së verës, ndërsa testet miqësore priten nesër. Aslani duhet të largohet nga Interi. Zikajltrit po presin ofertën më të mirë, ndërsa Turqia dhe Arabia Saudite janë përmendur po ashtu si destinacione të mundshme. Rejmana i ka dhënë fund zërëve për një largim të mundshëm nga Sivaspori. Sulmuesi shqiptar është rikthyer në Sivas pas përfundimit të pushimeve dhe ka nisur përgatitjet me skuadrën turke. Mana, i cili u bashkua Sivasporit gjatë merkatos së dimrit me një kontratë 3.5 vjeçare, ishte një qendër të diskutimeve pas procesit të zgjedhjeve në klub dhe largimit të trajnerit Ismet Tashdemir. Megjithatë, futbollisti shqiptar u shfaq në stërvitjen e zhvilluar në ambientet e klubit dhe me praninë e tij dha një mesazh të qartë se vazhdon të jetë pjesë e projektit të Sivasporit. Pak ditë më parë u raportua se Manaj është hequr nga lista e federimit, ndërkohë që Kashiti kishte edhe oferta nga skuadra të tjera në Turqi. Megjithatë, zërat duket se kanë marrë fund dhe vetë lojtari u shpreh kohë më parë se është gati të qëndrojë te skuadra e tij për të ndihmuar në rikthimin drejt Superligës. Sulmuesi pritet të luajë një rol të rëndësishëm në sezonin e ri, ndërsa klubi turk synon të ndërtojë një skuadër konkurruese rreth lojtarëve kryesor të saj. Trabzonspor është në qendër të vëmendjes në merkato, jo vetëm për afrimet e reja, por edhe për ofertat që kanë ardhur për disa prej lojtarëve të skuadrës. Sipas raportimeve, me shumë lojtarëve të tjerë, edhe për Ernest Muçin ka marrë interes nga klubet europiane. Drejtuesit e Trabzonsporit nuk kanë ndërmend të nxitojnë, dhe vendimet do të merren në varësi të ofertave ekonomike dhe planeve të stafit teknik. Por Ernest Muçin ka pasur një ofertë prej 11.5 milionë eurosh. Por Trabzonspor e ka refuzuar, pasi e konsideron sulmuesin pjesë të rëndësishme të planeve për sezonin e ri. Ndërkohë, buxheti i pagave të Trabzonsporit për sezonin e ri është rreth 33.8 milionë euro. Lojtari më i paguar i skuadrës është portieri Andra Onana me 5.5 milionë euro në sezon, i ndjekur nga Stefan Savic me 3 milionë euro dhe Ernest Muçi me 2.5 milionë euro. Klubi turk pritet të vazhdojë punën në merkato, duke synuar përforcimin e skuadrës, por edhe ruajtjen e ekuilibrit financiar. Pak javë më parë, u raportua se për Muçin ka ofertë nga Napoli, madje u zbulua edhe shifra, ku diskutohej për një ofertë rreth 16 milionë euroshe, teksa mbetet të shihet nëse mesfushori i kombëtares do të vazhdojë me turqit apo do të lëvizë. Muçi ishte në sezonin e fundit një nga lojtarët më të dalluar në kampionatin turk, duke detyruar Trabzonsporin të paguajë 8.5 milionë euro.